Këta duam të dimë që si vëzën të shkonë. Dhe kush u vjen këtu, për të kërkuar para, diçka, gjokë. Atëherë, me sfidjenin tim, unë tash jam punëtor. Si ja kaloni grupet mirë për gjithë kemi punë, mirë, shumë mirë, botën në nivel për ju, për shojmë, si jeni, çfarë bëni, a u pengojnë, a su pengojnë, mirë bëjmë së kemi të bajnë dhe që në manë. Do rregulloni çdo gjë, do të tani do të tax, asgjë do. Do të pengoj njëri, çdo gjë, deri tani u kam peguar të gjithë. Vinë pojnë tax, vinë pojnë martojnë njerëzit, si në ratë të bëjnë të fekti, shumë të kemi arësojnë. Të shtoj të shqiptarë. Përshëndetje, si kaloni? Mirë. Si shkoni? Si keni me biznes? Biznesin. Po mirë, çka mirë, çka. Do më thonë, s'kemi gjë të garantuar. Her ka, s'ka. U pengojnë a jo? Jo, s'na pengojnë, po. Të shi. Biznesi nuk është i mirë. Po ashtu është, po Cila ishte arsye? nuk kemi gjë të garantuar, ke parasysh e varet. S'është garantuar. Po s'është garantuar se ka rënë dhe parja drejgje, legua. Ka rënë. Po këto do shemen këta. Ashtu, ha? Do shemen edhe, do vi kohë që ka planimet. Jeni vendas këtu? I erdhur? Vjetër jemi. Urdo? 2 vjetër jemi. Vjetër. 2 vjetër. Shisin vetëm këto gjëra. Po ç'o bëjmë tash? Sa për të jetuar. Edhe kjo s'u del. Shef vetëm tash. Jo, tash po shohim. Shpejt do ndryshojë gjëja. Do keni liri, do keni çdo gjë të hapni tregtim më të mëdha. Jo tani. Si tani. Shumë shpejt. Po kur po Shumë shpejt me ditë. po kështu na than shumë shpejt po ikën 35 vjet. Kështu na than gjithmonë. Gnesh gum ngritën gishtat aty, që studentat kur vjen puna. Ato gishtat ishin që u penguan ju. Si ishte realiteti, tash i do vetë realiteti. Premtosh në shkollaj, po që tash Çdo gjë të rregulloj. të premtosh në shkollaj. Ne kemi dalë për votime, ne kemi dalë që të dim çfarë po bëni ju. Ne s'duam votime, qeveria do bën komplet ndryshe. Do të kenë shqiptarë, dhe tani nuk e kanë shqiptarë, e kanë shqip folës. Tani ne dalim që të punojmë dhe të jetojmë më mirë. Këtë duam. Punojmë dhe të jetojmë më mirë. Më të mirë, sepse kjo është toka e shqiptarëve. Po jo në është po, ne po dalim tepër më duke shqiptarët tonë. Tokë tonë, si tha e, Tiranë s'dem baba den, tha, dhe do të tokë në Tiranë, tha. Hikera, mervesh, ne po dalim tepër në shqiptarët. Çdo gjë do rregulloj. Do vinë ditë mira. Këtu e di si është puna. Këtu të vinë një Qinë Amerikan, e ti përzeng dhe që jam parlamentare, qeveritar, ti përzeng, ti hymë dru. Edhe të vinë të ujtë në qeverisin, se këtu Jo, mos thuaj të huaj. të huajt. No. Huaj, ne shqiptarët të qeverisë, jo të huajt. Deri tani ju keni patur këta qeveritarë sërbë. Këta do të ishini vetë këto ditë, do i brenda. Që thonë, unë jam burri mirë, dhe unë nuk e shaj vetëm, dhe unë them, burri mirë si mu s'ka. Po që... Po neve për shembull nuk kemi ardhur sot as për votim as për. Ne kemi ardhur të shohim si është gjendja dhe pse siç e the ti ke 35 vjet që prisi çdo ditë. Ikin njerëzit se po bëhet vendi pa jetueshëm. Ikin njerëzit. Pse t'ikin? Çfarë do bëj aty ai? Shërbetor do bëhet, çfarë do bëj? Po e ikën. Nësë jeton dot. Këtë zgjidhni jo, që edhe tjetrit jetoj.
Si që bën gjithë bota, nësë po themi që të bën i shkencëra, po të kopionit pak të qik nga franceze, nga Gjermania, nga Zviceriane. Kopionit nga qik. Jo kalamojve në asistencë si që ja e pa i Kosovës. Prindërve jep plegjve jep ka 100 euro që majnë ato. Jo 100 euro, Nësë 600. Nes jemi as të Kosova, që Kosova kur erdhi mas nes, ashtë Macedonia. Sa të mi ki? Unë kam 2 qura, Këtu i ke? tu i kam, ku të qoj? Që mosh? Ku të qoj? Shkollari kam. Qa viti? Po një filloj të lartë, një e kam mesme. Shë bën. Do ndryshoj fëmi, do t'i kesh tu, nuk dhe i ke asmi. Po dhe pronat, e po fillove, Po ple pronat do t'i mini. ligjit jetë ligj, gjithë jenë barabartë, jo ca... Ligi dojtë tamam kushtetuta, si në Amerikë, shqiptar dojtë të lirë, pensioni dojtë 600, kur bëjmë për votime, thash edhe njërë, ne kemi erdhur të dim, sepse me qenë se njërës nga kërkojnë, dualëm sot, ka stil. Nuk e di për përgjithësi do më se ne shohim këtu për ditë, bie çdo gjë, për çdo muaj. Erdhi fundi. Ikën fuqia blerse, ikën gjithë. Ku do jetojmë? Ku? Okej. U gëzohem. Turoj shlet. Ja. Po keni menin e mirë, keni si sens të mirë. U pengojnë kështu a? Hajde mo. Shtyhet shtym. Me të shtyrë. Me shtyhet? Te demo si shkon kjo punë. Apo jo? Kjo punë deri tani shkuar, por nuk do shkoj më. Inshallah. Do jeni të lirë, do shpëtoni çdo gjë, Inshallah. dhe qëndroni, mos u tremni për këtyre Ja mëse s'pa. rrugaçve që janë në qeveri, mos u tremni fare, nëse u pegojnë, na lajmëro sa më shpejt, dhe do ndryshoj komplet. Bravo. Do të kenë shqiptarë, do të keni ju Inshallah. vendin. Do të keni ju vendin. Inshallah. Kjo ka të boj. Urdhë? Kjo ka të boj shumë. Ju do të keni që t'jeni të lirë, të shizi qatë doni, s'do keni as taks, as gjë. Dyqanë të vogla, si juve. Allah. Kjo, okej? Sukses. Shnetet mirë. Mos u mërzit. Ja kaloni mirë. Profesor Plumpili. Profesor Plumpili. Që? Zohet. Flet për problematika që keni sot në vend, bashkëpunëset. Keni me tregti këtu? Jo, unë jetoj jashtë, jetoj në Itali. Nuk i di problemet tu. Zohen që më njohëm, gjithë mira. Si ja kaloni? A jeni mirë? A jeni të lirë, të shisë? Të lirë. Pagoni taks. Po, paguajmë ato detyrimet. Detyrim. Do vikoha vendet e vogla si ju nuk kam për të paguar taks. Nuk kemi ardhur për vota, po kemi ardhur sepse do të ndryshoj komplet Shqipëria. Ju ndjek gjithmonë në YouTube. Ashtë. Do ndryshoj Shqipëria, do shpëtoni një herë mirë, vendet e vogla si ju, edhe dyqan të kesh matë, nuk do pagojnë taks. Në realitet kështu Vetëm do mbani kanë 6%. premtuar të gjitha partitë politike, të gjitha forcat Ne politike, nuk kemi po për politikë. në shqiptarë dhe kanë humbur besimin Ja. te Ne politikanët. shoh, po ne nuk kemi për politikë. Ne Shqiptarët jam për qeshjen e Shqipërisë. Ne nuk kemi parti, Ja. shpresojmë që të punoni, po shqiptarët e kanë ne humbur punim- shpresën e di. te Pra, te kam politikanët. sepse u kanë Ju vërtet mashtruar, thoni gjithmonë do bëhen arrestime, do bëhen kështu do ju bën ndjek me tani, vëmendje. do bën fillojnë tani. Edhe tek juve po ikën shpresa. Po ik shpresa. Po edhe tek juve personalisht Okej? po ikën shpresa. Se këtu do të Në mirë zbatohet që po ligji më dhe thua. do vjetë rregull. Në mirë që më thua, pra Jo, ta arsye them, siç flet ti na njerë drejt edhe unë flas të drejt, drejtë. shumë bukur. Dhe unë kam qef për këto, për arsye se çdo gjë bëhet avash, do shihni këto ditë që do bëhet. Pra këta nuk do jenë më, do shpëtoni një herë mirë, sepse ky vend është i shqiptarëve, nuk është i tuaj. Deri tani ju kanë urdhëruar tuaj. Do shihni këto ditë që do bëhet. Me ditë sepse ishte pengesë e madhe, për arsye se ashtu ka qenë gjendja, si që kam Më fal, nuk e di se ç'a misioni keni ju se ne anguftu qeshje e thellësisht, Shqipërisë. po në Shqipëri të rregullohen institucionet shtetërore
dhe të filloj lufta kundër korrupsionit me dinjitet, me personalitet, me zbatimin e ligjeve. Dhe jo kështu anarshinë të katranët. Po ne këtu Jo anarshinë të katranët. Në realitet ligjet në Shqipëri nuk zbatohen. ky ligji nuk është i Shqipërisë. Kriminalët më të mëdhenj në Shqipëri janë politikanët, gjykatës, prokuror, janë shtresa më kriminale në Shqipëri. Si e keni me zotin? Leonard Çela. Zotin Leonard, ke të drejtë të mërzitesh, ke drejtë jo vetëm ti, po të gjithë shqiptarët që kanë 35 vjet, që presin një ditë dhe nuk e Megjithatë, kanë gëzuar. profesor, merr ma si të duash. Unë të ndjek, të kam ndjekur vazhdimisht. Edhe kam qenë një simpatizant i juaj. Po edhe unë po e humb shpresën Mos e humb, tek ju. mos e humb. Po e humb shpresën Mos e humb. tek ju. A herë nëse do shihni këto ditë do arrestojnë të gjithë, çfarë mund të thoni? Ne kërkojmë njerëz për qeveri, nuk kërkojmë as vota, s'kemi ardhur as për vota, as kemi dërmend për vota. Nëse je i ndeshëm, mbase do vinë të ndershëm. Unë jam i dëshëm. Nëse je i ndeshëm, Ja. mbase do vinë të Kam ndershëm. bërë për komi. Nëse je i pandershëm, në Do bëj nivelin e shiftar. këtyre që kanë E udhëhequr do me bëjmë vërtet keq. për 30 vjet, edhe ti të njëjtin gjë do të bësh, si punë këtyre. Po, Gjozë, Të flas sinqerisht, të flas me ndërgjegje. po, kjo më Si pëlqen. që ndjej, Kjo më si pëlqen. që ndjej. Kjo më pëlqen. Institucionet në Shqipëri janë, Kjo më pëlqen për arsye se erdhi koha. pire në qofë se do të dish, njerëzit nuk paraqiten fare në institucione shtetërore, sepse atje ekziston vetëm korrupsion. Vetëm korrupsion, asnjë gjë tjetër. Janë të gjitha të korruptuar. Të gjitha, duke filluar nga kryetari i komunës, ose nga një kryeplak fshati, e deri tek kryeministri. Ju e keni të drejtë, unë e njoh mirë Shqipërinë, i njoh shumë mirë këta, por erdhi koha që shqiptarët të urdhojnë vetë. Unë e di që fëmijët e shqiptarëve kanë ikur, fëmijët e shqiptarëve do kthehen përsëri këtu. Deri tani unë e kam thënë hapur dhe e them, për arsye se unë e njoh shumë mirë Shqipërinë, e njoh kampet e trajnimit, i njoh Yve Sivuani, deri më sot, jo vetëm 35, po ka kohë këtu, por çdo gjë dushja avash, që ai që komplatuar ka qenë këtu, ai që ngatruar, si ai lem që ngatruan e nuk e gjenje fillin ku të hapje. Këto ditë do arrestojnë të gjithë këta. Këto ditë do fillojnë, që ju e keni pat problem, që në gazetarit, që në televizorët, që në qeveritarët, që në Rama, unë Ram ne kam thënë do të izvarë, do të izvarë, në sytë po, edhe unë dua kështu si ju, njerëz tamam, që ju ti dënoni ato, jo ligji, ati që kanë bërë ju, që ti rri këtu, kurse një... Profesor, për sa i përket drejtimit të dënimit, nuk është 1 e 2 nën punës shtetërore. Ja. Po që se ato dënojnë për 30 vjet i bie një shumicë e madhe. Edhe Shqipëria për t'i futur të tërë në burg ata do të paguaj për t'i Tu ushqyer. marrën pasurit, Për t'i ushqyer. tu hapën njerëzve, nuk ushqyer. Të bëjnë rrugë. Janë me mira prokuror, E di, gjykatës, mos flasim pasaj në sistemin e shëndetësisë, në sistemin e arsimit, në gjitha aspektet. Ne do bëjmë qeverinë, dhe unë i kam marrë edhe ministrin me vete, nuk duam vota, kemi ardhur për të ndryshuar kombin. Unë kam erdhur për të ndryshuar këtë vend, që mua më djeg shpirti për këtë vend. Unë nuk kam erdhur këtu as pasurohem, as të bëhem, unë kam erdhur për shqiptarë, se shqiptarë na kanë ikur për të detit. Shqiptarët po ikën për ditë. Edhe duan të ikin akoma. Nuk do të ikën. Edhe duan të ikin akoma. Do të shihni këto ditë që do bëhet. Mirë, profesor, unë të uroj që në politikë Gëzojmë që më the të vërtetë. Unë kështu dua njerëz si ju të më thonë. Po thonë realitetin. Të duam ne. edhe kur është në temin tim. Flas të vërtetën e kur është në temin tim. Kjo është drejtësi, është sinqeritet. As do jetë. Dhe këtë duhet ta kuptosh ti edhe ata politikanë që të dinë se ç'është e drejta, kur është edhe në dëmin e tyre. Kjo është drejtësi. Fjalët e bukura pasaj janë. Edi. Ata bëjnë një pyetje zotni. Po. Falë, si e? Gjën Tuçaj. Përshëndetje, Leonard Çela. Vetëm një gjë duhet ta them. Ky popull, kjo tokë po vuaj tash 100 vjet. Ne do kishim bërë shumë më shumë hapa, se një zgjova që i shgënyën, por na popullin shqiptar duam gjallë. Nuk duam revolt, nuk duam pasoja, nuk duam ngrinje. Edhe e natyra rrugës pak më larg. Se shpesh herë me nis e mera përmes
Kush e Kena kupton pak pak a pasure. shumë Ja, vllazën e motra. politikën shqiptare, në Shqipëri politika është aq e sëmur sa unë nuk di se si ta vlerësoj shumë e sëmur. Menim të zotit e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E këto familje të pastra që janë kthye nga mergimi, Shqipnia do të bëhen çështje vjeç. Ki durim. Ka marrë fond. Unë jam i Ki durim. kalitur dhe jam i përvuajtur dhe jam mësuar me durime dhe kam durim. Ki durim, nas lypim vota. Na lypim vetëm i fjalë të mirë, i fjalë bashkimi. S'dum vota. Nas jena për vota. As shteti i kësaj rrallë nuk do të bëhet me vota. Do të bëhet vetëm me bashkim. Bashkimi i bën fuqinë. Unë keni telefon tim personal. Nëse u pengon njëri këto dita apo diçka u thon, të lutem Që interesohesh për Shqipërinë e madhe, për bashkimin e gjithë shqiptarëve, ke telefonin tim personal dhe se të pengon njëri këto ditë o diçka, më femër urgent. Pra, mos ki hall, mua e gjo. parasit e mina sistemi komunist kanë qenë të pushkatuar. Kanë qenë të pushkatuar drejt mobil, edhe kur flas të drejtën për të recilet më dënojnë. Se dënon një. Jo, Sa jemi ne? Unë kam thënë, unë do t'je i zvarët. Po dalin, le të dalin për duan. Dhe ne këto ditë ne bim qeverin, jeta do ndryshoj, jo vetëm për ty, po për gjithë shqiptarët, për arsye, se këta janë tallu, këta janë sërë, do shist që do arestojnë këto ditë. Gazeta, analist, ato që kam thënë unë. Po puna, beshe shumë avashtisht. Ti e the, aqe ku klavitur është, sa ka 35 vjetë, këto pallati qinjëve nuk i kanë shqiptarët. Do t'i miniju gratis. Jo është për ta habitur, po është e vërtet. Sepse me këto kemi qëndruar ne, deri tani kjo harta do bëhet. Edhe është me ditë. Qeveria teknike do bëhet, është me ditë, por ne e kemi lënë qëllimisht këto e punë. Pra, unë si qytetari thjesht do t'japem këshill. Bëj thirrje për njerëz të ndeshëm dhe njerëz tamam patriota shqiptar. E të lutem na Për patriot shqiptar. Do njëri që i një më tepër. Këtë duam ne, e vërtet. Ja. Ti të falenderoj edhe do e mirënjohës mirë. Mos keni frikë se e shoh disa njerëz largohen. Koha ka erdhur për ju shqiptarët. Mos keni frikë për këtyre rrugaçrive që janë. Mos u tremni se erdhi minuta e fundit. Besimin e kemi te Zoti që kështu që do të na ndihmojë besim. No, po Zoti ka thënë duhet të thuash se kush je. Se këta nuk janë shqiptarë, çukat, mos keni frikë se su pengon njeri me. Do keni këtu e keni tregtinë. Po pra këto më. Po mirë, hajtë më kalem, ç'a më bë? Kaloni, po si që punoni vinu më marrë. Nuk do keni as taks, as gjë. Shqiptarë si të mos të dyqanin gjatë vogla, pra erdi koha e juaj. Ne nuk kemi erdhur as për vota, ne kemi erdhur të themi shqiptarëve që mos largohen, të rrinë këtu, është vendi shqiptarëve dhe këta që janë anti-shqiptarë të gjenë vendin. Shpresojmë. Mos keni frikë më, mos u tremni për këtyre, këta janë rrugaç. Të rrugaçit kur mos ke frikë. I kanë poshtruar shqiptarë, i kanë ullur shqiptarë në këtë drejtim, e shoh janë të frikësuar, për kujt keni frikë? Për këtyre erdhi fundi, keni drejt që të rini këtu, e të vinë të marrin gjobë, që nuk do shkojmë më. E të vinë një i huaj, që këtu gjithë to që shinu e këto vila, këto i kanë ta, po do t'i keni ju, shumë shpejt. E shoh që jeni tërë të mëzitur, e shoh që janë të trembur, mos u trembur. Qëndroni, nëse jemi trembur, Sot bash. e tërve, me shekuj, kurse 35 vjetë, jeni coptuar. E shoh që jeni të rënditur, e shoh që kanë frikë njerëzit, po nuk e kuptoj pse. Shqiptari s'ka pat frikë. Shqiptari vërtet është vrarë, është dërmuar, po amon kurriz nuk ja kemi të janë, kurse këta
u kanë hypur në qafë, vinu marrë gjobë, nuk do keni me gjobë. Pensionistë do ke rogë, sepse janë shqiptarë. Në ndrytuaj, janë pa buksët. I urrini këtu, mendoni të shisin diçka, edhe këto që i mirë, nuk e apin ushime të rregulla. Janë të vjetë, po helmojnë njerëz. Pra, sukses. Faleminderit. Mos keni frikë fare. Kaleni mia. Qisë duhan? Po. Se njerëzit nga meraku pin duhan tani. Duhan e raki. Po. Si ja kaloni? Mirë. Hajde. Shot gjithë të bërzitur, dhe gjithë të vrarë, si që po kështu. Shqiptarët s'kan patu frikë, po të keni frikë pe këtyre rrugaqve. Erdi koha e juaj, erdi koha e shqiptarëve. Për këta kemi erë, nuk kemi as për vota, as për gjë. Shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë Për keni. ju kam mirë. Shumë mirë. Të gëzoni, çdo gjë, t'jeni të lirë, dyqanet e vogla si këto, ky s'është dyqan. Dyqanet mëdhenj nuk do kenë taks. Dhe 6% do mbajnë ata që shesin, që për shembull që vin blen, kurse ju nuk do paguani asnjëherë para. Kjo është e vërtet, njerëzit janë të lodhur, janë të mërzitur, por erdhi koha e juaj. Erdhi koha e shqiptarëve. Unë pastaj kam dalë sot që t'i shoh sy për sy. Shumë mirë, bëm që ta kon. Nga jeni si origjinë? Bëjmë të janës. Urdo? Denali. Bordali. Po. Edhe vit tjerë të urdojnë. Po të shi, shre edhe koha. Jo, e koha... Ka koha e pa drejtësisë, nuk ka koha drejtësisë. Për herë parë duhet të afrohemi vëlla me vëlla, me lagje, që na kanë coptuar njerëzit. Në parim ashtu është, për në realitet nuk është ashtu. Aha. Në parim ashtu është si që thu ti. Për realitet jo është ndryshe. Shot, Apo jo? i ka coptuar që ka 35 vjetë me qeverisje rrugaq, anti-shqiptar, tradhtar, vine këtu një gje vogël i shetë, të vjen të kërkojnë gjobë. Mos paguani këto ditë asë njeri, mos kini frikë se këta e kanë me ditë. Ne kemi ardhë për ju, për të dëgjuar ju, i shoh shumë të vratë, të mërzitur, të trembur. Ne jemi trembur nga armito, nga sërbët, nga turqit, po pse janë trembur ka njerëz? Qa fëmijë keni? Kam 2 fëmijë. Qa moshë? Rreth 30 jetave. Për ata kam blevuar. Qatë kena mundësi, do të ndihmojmë në gjitha drejtimet. Ne unë për ata kam ne. Për ata ne duan të bëjmë qeverinë, unë kam sjellë sot ministrat me vete, do bëhet qeveria teknike shumë shpejt, të votoni të lirë atë që doni ju. Edhe ti keni ju këto pallate, jo ti keni ata. Se më thanë këta që disa dyqane këto i kanë deputet, kurz do kenë. Ata e burgun do të kenë keq. E në burg. Se u kanë coptuar shqiptarë, të shohë një Tiranës, të shesi duhan këtu, vi një huaj, një sërb, të ketë tregti, e shoh atë zotnin atje, ha ushqim që nuk shet dot. Kështu është. Kjo është beter. Mos u tremni zotni, mos u tremni, rrini që është vendi juaj, vendi këtyre do ikën shumë shpejt, të shpëtoni, mos rrini të trembur. Shko në barë, gjithë të mirë, faleminderit. Patjetër. Patjetër, se edhe ne të djaftë. Patjetër. Ja, jam Kuksan Pura. Kuksan Pura? Po. Po këtu Kuksan janë 200 vjetë apo jo? Po unë ka në 200 vjetë, unë e foli me fjallë ka një 20 vjetë. Që punoj këtu 35 vjetë ke tregu këtu ke pazari ri. Si ka kaloni? Probleme me tu me hagri qabu. Me sakrifisat në vaj. Ju nuk kërkojnë para, Po le parat se parat s'pozë, nuk ka njës këtu, nuk ka për me drejtu këtë shtetë, s'ka, më falë, nuk ka njës për të drejtu këtë shtetë shqiptarë. Po ja jeni? Po jemi ne ju, po duhet këtë ditë, inshallah bohet. Po do bëhet? Inshallah do bohet. Po, s'ka me inshallah, do bëhet. Po më inshallah shpresat të i madhi, zot bohet me që. Kemi 100 vjetë, inshallah, do bëhet.
plumb goje, inshallah, bëhet edhe unë po të them po t'jap dorën, inshallah, bon siç thotë. Po. Ne kemi ardhur për ju të dëgjojmë, nuk kemi ardhur për vota, kemi ardhur s'do bet, Shqipëria do keni ju çdo gjë. Nuk do të kishte, po të kishte një vend më të mirë. Ti të faleminderit që ke ardhur se po komunikove me popullin, populli e ban me fjalë që populli është gjithçka. Po komunikove, po edhe me fjalë të qash hallet me popullin. Ajo është arsye që të kemi, ne s'kemi pa një përveçlet që të vit na shikoj. Po në vinë ata janë të mëdhenj, rrugaqit. Tash të mëdhenj, po duhet me menune për popullin, nuk është vetëm që janë të mëdhenj ata. Pa, duhet me menu edhe për popullin. Populli ka në e 7% që s'ka buk të haj. Unë s'besoj që ti të kesh ushqime të mirë për fëmijë. Që ushqime të unë, po të me në qaf në bukës, me zi se në gjerim, i dit del, i dit nuk del. Profesor, i ka krejt fëmijë një shtetë. Ashtu, sa fëmijë kini? Unë kam 3 fëmijë. Ku i kini? I kam në Angli. Do të vi këtu? Po kam qef vinë vendin e vetë, se folja me këtë zotinu, du të vinë tjeton me fjallë në vendin e vetë. Do vi këtu? Jo, në jashtë shtetit. Se jashtë shtetit me fjallë në është lek gjaku, lek dobetit është lek gjaku. Ma mirë punë në vendin tonë, se sa jashtë shtetit. Do vinë këtu që t'i gëzosh fëmijët e fëmijëve. Kjo, si ti e gjithë tjertë, shqiptarët janë të torturuar, janë të mërzitur. Faleminderit shumë, gjithë mërzitur, se po pa të fëmijët jashtë, i mërzitur edhe veta, qa buk që ha me siklet, me mërzi. Okej, sukses. E valla, faleminderit, shnet, më pa. Suksese. Shnet. Këtë marrë. E valla. Si shkoni? Si ja kaloni? Si u vete puna? Mirë, Hajde ta kërë, profesor. Si me prezident. Shëndet. Profesor. Si udhime, sukses të sabot. Si e kalon. Me dorën zemë. Bravo, edhe me buzëqeshje. Kene nevojë edhe ne për buzëqeshje. Si ja kaloni? Për energji pozitive. Me vojt. Shtyp. Të shto? Me të shtyrë, Me shtyp. Sa të gjeni bukën e gojës. Po çfarë bë? Çka ka jeta? Jeta do ndryshojë për shqiptarët. Shumë shpejt. Të gjithë thonë inshallah. Gjithë bi shpresjen. Gjithë bi shpresjen. Pra i blini edhe i shisi. E sa kur marrin njerëzit, sa u bani taks? Vajte më dhe se kapim. Nuk para marrë. Vajte, etë se më dhe. Kur bëhe kur ndryshime, ju e s'do keni taks këtë fare. Që keni sa më shumë të shisni, aq më mirë është për kombin, e për Shqipërinë, e për veten tuaj. Do jeni të lirë, deri më sot juve nuk jeni të lirë. Unë i shoh të gjithë të trembur, të vrazhd, keni të drejtë, mos u mërzitin se nuk do keni me do jeni të lirë. Sepse ta që ju jeni tamam se aflëza, që kanë futur një kapas, edhe nuk ka guxim të fluturoj. Sukses! Sukses! Suksese. Jeta të Kazini. Respektin e kam pas me kohën për ty, po ma ka shumë destan të Anglia nga Korça. Këtu që unë do të bëj një foto me ty. Këna si se bëj një foto. Faleminderit. Ju keni dyqan apo jeni? Jo, jam këtu. Unë jam një ndër familjet më të përsekutuara sot në Shqipëri. 12 burrat për shkatu nga partia Ndërhoxhës, me dorën e Mehmet Shetët Kadrias Diut. Me datën 5 muaj 52 na ka ardhur shtëpia me tank dhe me helikopter. E ka bombarduar shtëpinë tonë me helikopter dhe e ka shkel me tank. Na ka pushkatuar gjithë njerëzit, ai ka shumë burg të tjerë dhe 56 vetëm te Pelen të internuar. Dhe sot e kësaj dite që keni mbiemër prap Lleshi, nga fshati Gallati rrethit Kurbin. Dhe sot e kësaj dite me mbulesën e komunistit më të rrezikshëm të Shqipërisë, zoti Sali Berisha, mbi themelet atij ndërton edhe ky tjetri katin e 2, 3, 4 mbi themelet e Sali Berishës. Kështu që se si do të bëjmë nuk e di. Inshallah Zoti do ta shpëtojë nëpërmes dorës dhe menjes tane. Të falenderoj.
Faleminderit, respekt. Jeni të nderuar. Kanë u po bëjnë si slev, u kanë bërë deri tani, po jo me. I shoh të gjithë shqiptarët, po vetëm çdo vend të mërzitur, të lodhur. Jam po pesimista. Jam po gjë pesimista. Jam pesimist shqiptar, jam po gjithë. Cila është arsye? Arsyeja o ekonomia 9%. E në veti si i ka juaj planës, jo do ka ime, do ka jo, dhe njoj do me më mashtu të jeti ma pak. Të këshin da qëvillim. Jo, të s'ka rëndësi këshin i dal. Edhe vetë është. Jo t'i mori njoni, t'i mori në gjithë. A se ka mundësi. Ta një mori njoni tjetit. Kjo ka rëndësi, një mori njoni tjetit. Gjo e me bukur në botë. Zemra. I takoj njoni, të t'i mori në gjithë. Jo. Të shme dahet. Ne kej fukaraj që s'ka ma ukur bukë. Ba gjithë dhe, që të bësh? Do bëhet që thua ti, çdo shqiptar, ti nuk do t'jesh me në këtë karrikë, po do t'kesh jo pension, po do habitesh edhe ti, sepse shqiptarët kanë punuar me shekull dhe nuk shoh një ditë të bardhë, i shoh sot të mërzitur njerëzit, të lodhur njerëzit. Që të bësh? Kanë shtypur anti-shqiptarët. Mesaro. Inshallah. Faleminderit, Olafshi. Se ne shqiptarët kemi 100 vjet që na shtypin, ama 35 vjet na kanë hyrë në qafë. Kjo është e keqja. Ti e the një fjalë. Do të pushë vaj me motrën. Qaj me te harje, mbo gjithë nga më s'para parte. I thot tjeti se jem vajnë, so kam shoqin shumë. Pa dhe të thonë dhe i quni që, pra, i kam thot më i me gjithë vajnë. Vaj o vaj, ka ma apër se vaj, kam ka të motrën, qëri vetëm. I thu për motrën. I ka jo, Çmiri për bronën. Po, ma, e ke vaj, thuj vaj të mirë, ne tjeri. Pse ka hyrë kështu devlezi? Ka hyrë brakë. Po kush e ka futur? E dina të vetë. Dina da, ha? Përshëndetje dhe juve. Shkëlqim. Profesorin e njeh. Po e kam parë në shumë portale. Profesori ka ardhur për të bërë Shqipëri. Unë? Tjera. Keni ardhur për punë këtu? Unë kam për e majtë shkollë. 2. Njëra më kam baruar nga 2-3 universitete, Quba, quni një të mesme. Tu? Dhe 2 kam. Shkollë e kanë bërë? Si, masë e drejtë publike dhe inxhinjeri material në tip. Po. Se mund të njojë fëmijët. Fëmijët ka nevojë për të rinë. Prandaj i kam bajtën. Ti mbash edhe se Shqipëria do të ndryshojë shumë shpejt. Ne kërkojmë njerëz që janë intelektual, që duan këtë kohë. Si ti për shembull mos ikën fëmia, po ti ke shtu ti martosh tu me shqiptar. Atë kemi marrë ushqim nga plek, nga prim. Atë kemi trezguar. Prandaj kemi lëvizur. Ke punuar fje, ke jetua, po jo se je në fjeri je. Që ke marrë shumë gjera dhe në fjeraka. Unë jam fjeraka. Pra, si mu të njojë fëmijët e tu? Si mu nda vinë në zyrë? Shqipëria ka nevojë për fëmijët e tu, ka nevojë për ju, që të shpëtoni, të keni një pension, të jetoni në tokën tuaj, sepse ti jetës këtu, po se ke mendje. Po që të bëjmë? Ne tani e kemi mendi vetëm të fëmijët, se për ata luftojmë e punojmë. Se fëmijët e kanë mendje tiki, sepse duaj ndot ta që janë qeverit, që kanë qenë për 35 vjetë, që kanë shkyrë. Po pa tjetë. Kjo është puna. Ti për shamu duron, përse fëmijët janë rritur, shojnë diçka tjetër, me shkollë, njërën tjetër, dhe kur nuk shojnë të vërtetën, largohen. Sepse këtu gjenë punë shokët e tyre, njerëz të paftë, sepse ai që është si përgjes, o shef që e quajnë këtu shef, ai është copë ignorant, edhe ai kërkon ignorantën aftë për para.
Nuk e konë fëmijët ato, o fëmijët e tjerë, që këtu është bërë sërt dhe grek. Pra, edhe koha e shqiptarëve, të dalen si ju të dilni, të thoni, të bashkojni me familje, vlla me vlla, me motët, kush më tha Dilar, që unë e di, ne kemi sherta në familje për parë, ne ka futur shert, si mund të rregullojmë, se këta në atë gjendje ka bërë Shqipëri, po kanë shkatruar, ka futur sherë në familje, në lagje, po rretje, që ta mbjanin këta, por ta nuk e kanë me Shqipëri. Ne kërkojmë njerëz që të vinë në punë intelektual, që të bëjë Shqipëri, e do shpëtoni njëre mirë, që t'jeti i lirë, të hapi dyqan, tregti, çfarë duhesh ti? Këtë pensioni tjetër, paktën ta këtë $600. Sepse kanë punuar në për ferma, ju keni punuar moshin që ti, që ose ke punuar, po ne 10% punonin me kasë, për ferma. Ferme qirimi, tiv, sheq. Jo ne kemi punuar në naftë. Në naftë ke punuar, në Vendimir, nafta e Fierit. Gjithë natën shkon në Vlorë, nga Vlora ku vete. Kurse ju s'keni buk të hani, që opra duhet të ngrihen shqiptarë, jo për parti, të ngrihen për drejtat e tyre. Të ngrihen të thonë, qa u betë kështu, ku vete nafta juaj? Është nafta e shqiptarëve. Kanë punuar 46 vit me regjimin komunist, me buk thatë, dhe sot nafta e shqiptarëve kalon tjetër vend. Në Kinë, Turqi, pse të kaloj? Ta kenë, ai që ka naftën, ai duhet marri përqindje, 15%. Unë një gjë besoj shumë, se fëmijët të ambreza ta do të besën në Shqipërinë, sepse kështu janë edukuar nga ne shumë familje, që kanë punuar dhe kanë vojtër. Kështu që do bëhet Shqipëria si të bëhet. Do bëhet, e keni me ditë, e keni me muaj. Ja, zotnia do jetë ministri i energjisë, e i naftës, e tëra. Ardu thua të punojnë për popullin shqiptar. Ardu thua që bëllë me, po bëllë sa naftë. Prodhohet nafta, shqiptari ka 2 herë naftë. Prodhohet energjia, shqiptari ka pagesën më të shtetë faturën 1 metë ciklet. Kur ne kemi ujë, drita, naftë, do prodhohet nafta në përmarin më të mëdhaja të botës, ato amerikanë ose gjermane, dhe do i themi, 15% e do zona, fshatarët e do zona, qytetarët, që i marrin e të jetojnë atje. Edhe për ujën, që do dhe, edhe për dritat, që që Shqipëri si erdi koha, nuk ata i do jetojnë. Është fakt. Sot ne kemi dalë jo për vota, por kemi dalë për të dëgjuar. Kush është e vërteta? Shumë kanë nuk flasin dot. Ne i kuptojmë, nuk pa folur. Por ne dëshira jonë që të takojmë. Nuk duam votë. Votat, ne ka dhenë fuqia me madhe, profesorit që kemi këtu, dhe Shqipëria për më shumë, është fakt. Do ndryshoj se s'bën, sepse kjo tokë ka pjellë njës. Ne duam shqiptarët, që shqiptarët të thonë, jam unë këtu, për shembull në Fier, të thuash, jam unë, jo ai të vi nga jashtë, jo të vi italiani, jo të vi grek. Greku të thuash, ku e ke vendin tënë, që atë vend e kam edhe unë qamri. Jo të vi të betë, po si jo të këtu. Ta hapje dyqan, tregti, e ti të punosh për atë. Kjo është e keqja. Këtë duam ne që shqiptarët të ngrihen të thonë realitetin, jo të ngrihen për qeveri. Ne kemi ardhur për ju, për t'u thënë shqiptarëve që jemi gjallë, t'i largojmë. Dhe këta që kanë vila, e kryetari i bashkisë, e mund të arrestohet këtë javë që të vijë juaj. Qartë i ka bërë Fieri dhe i. E ata si punë deputet, që janë atë PD, që ai më para ka qenë sekretari i rinisë të Fieri, që është deputet i Fieri, i Berishës. Pra, erdhi koha e juaj, erdhi koha e shqiptarëve, si njerëzit kanë punuar në kooperativën në sheq, unë i di gjitha mirë, unë i di gjithë Shqipërinë, të dalë të thonë, është nafta ime, si që tha ministri, ai që ka shtëpinë atje, ai do marri 15%.
Çdo muaj. Sa më shpejt kjo punë. Prom, do marrin 15%. Shikojnë fëmijët tanë sa më shpejt jenë më të lumtur e të jetojnë tokën e tyre. Si ty duan njerëz të gjithë duan Më bëhet qefi që ju punoni dhe për këtë të mirë të ardhmes së fëmijëve. Ndjem shumë i kënaqur. Qofshin nderuar. Faleminderit. Sukses.